Vendtakimi është i njëjtë, po të njëjtit janë edhe protagonistët. Veç se kreu i vetvendosis Albin Kurti dhe ai i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, që u takuan të martën për të tretën herë, ende nuk e kanë zgjidhjen për presidentin e ri të vendit. Takimi shkoi në atmosferë konstruktive, mirë po kur ka diçka të re, do t'ju njoftojmë. A keni shkime për Vjosa Osmanin? Kemi zgjidhje. Bashkëpartiakja e tij që i udhëheq deputetët e partisë së Kurtit, Arbrien Agavci, deklaroi se nënshkrimet i kanë jo veç për një kandidat, por për dy. Por stregojnë se 30 prej tyre sa duhet jenë për të thirrë seanca për zgjedhjen e presidentit janë edhe për Vjosa Osmanin. Lëvizja vetëvendosje mund të ketë nënshkrimet për 2 kandidat, ndërkohë që deputetët e kuvendit teknikisht mund të kenë nënshkrimet për 4 kandidat, dhe ne jemi të interesuar që nënshkrimet tona të jenë në funksion të zgjedhjes së kandidatës e cila do të votohet edhe do të merr votat, gjithsesi do të siguroj pjesëmarrjen e më shumë se 80 deputetëve në kuvend. Derisa shtoi se shefi i saj i partisë po bën çmos që të evitohen zgjedhjet e reja. Kjo temë, sikur edhe ajo se cilin kandidat të vetvendosis, përfshir këtu edhe emrin e Glau Konjufse që u përmend si opsion i mundshëm për president, u diskutua dhe në selinë qendrore të LTK-s. Do diskutojmë, do bëjmë debat edhe do marrim vendimet e duhura. Bashkëpartiaku i tij Armend Zemaj thotë se para çdo kandidati të ndonjë partie tjetër, votën ja jep dikujt prej subjektit të cilit ai i përket. Ka shumë rëmë në LDK që i kësha rëmë komandu. Ka meritor, prej të parit deri në antarin e fundit LDK-s e meriton. Mirë po, kolegu i këtyre të dyve, Lutfi Azieri, u deklarua si i befasuar pas pyetjes nëse e voton Vjosa Osmanin. Wow, çfarë pyetje vëlla. Këtij dhe të tjerëve që janë pjesë e grupit parlamentar të LDK-s, dilemat që kanë rreth kësaj çështje, por edhe për atë se çka ndodhi në takimin e paraditës të së martës, u sqaroi shefi i tyre partiak Lumir Abdigjiku.